Ne shkojmë në zgjedhjet lokale, edhe është procesi krym. Ne kërkojmë që të bashkë me zgjedhjet lokale të mbahen edhe zgjedhjet parlamentare, për të pa fuqia reale politike në vend. Dhe kjo çështje varet, aktor politik thonë varet prej vëmoros. Jo, nuk varet edhe prej vëmoros, varet edhe prej vlenit. Nëse vleni dëshiron që vërtet ta shohë legitimitetin real të politik këtu në vend, le të braktisë qeveria detyrohet që të shkojë në zgjedhjet ardhshme parlamentare dhe e shohim realitetin politik si do jetë. Por ne koncentrimi ynë është tek rrugtimi politik. Kota do ishin në zgjedhjet ardhshme parlamentare me një mentalitet dhe mendësi të tillë çfarë ka vëmoroja sot. Do thotë, duhet ta ulin mendësinë e tyre se ata për to është mjaftueshëm të kenë një subjekt politik shqiptar, por jo edhe fituesin. Nëse nuk e ndryshojnë ato mentalitetin e tyre, të mendësisë politike të tyre, atëherë kota do jenë zgjedhjet të ardhshme parlamentare. Atë do e mos Fronti Evropian të mendojë për vendime politike në të cilën do ridefinohet pozicioni i shqiptarëve dhe maqedonëve në këtë shtet.